Gangsteri shqiptar vodhi së bashku me të dashurën britanike mallra me vlerë £1 milion. The Telegraph ka shkruar sërish një artikull për bandat shqiptare, por këtë herë është ndalur tek një gangster që së bashku me të dashurën e tij vodhën mallra luksi me vlerën e £1 milion. Në artikull tregohet se si çifti dhe disa persona të tjerë qëndronin pas vjedhjes prej £1 milion të bijuterive, çantave dhe orëve dhe parave të gatshme në të paktën 44 vjedhje me thyerje në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar. Sipas The Telegraph, grupi vendosi objektiva javor për sasinë e arit që donin të visnin dhe më pas ja dërgonin njëri tjetrit me foto. Gjithashtu në artikull thuhet se Ndrit Nikolli, 27 vjeç, dhe Kristian Gropcaj, 30 vjeç, George Leshaj, 31 vjeç, dhe Kristian Dendreaj, 28 vjeç, dhe Sidorian Leshi, 26 vjeç, u deklaruan fajtor në gjykat. Në artikull janë treguar dhe metodat që banda përdorte për grabitjet. Ata përdornin shkallë për të hyrë me forcë në për dritaret e katit parë dhe balkonet e shtëpive dhe më pas hynin brenda, plaçkisnin pronat. Gjithashtu policia arriti të rikuperonte vetëm 13 çanta dore firmato dhe 14 oradore gjatë bastisjeve në vendet e strehimit bandës dhe tha se shumica dërmuese e mallrave të vjedhura ishin shitur.